Prokuroria e posaçme përfundoi hetimet ndaj 28 personave, mes tyre pedagog, pjesëtar të administratës së Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe biznesmen, që dyshohet se kanë manipuluar dhe favorizuar tendera në mënyrë të palishëm në këtë institucion arsimor. Në kuadër të hetimeve që nisën në vitin 2022, SPA ka dokumentuar shkelje të rënda në procedurat e tenderimit për 9 kontrata publike me një vlerë totale mbi 90 milion lekë të reja. Sipas akuzës, tenderat u favorizuan nga ana e administratorëve të universitetit dhe zyrtarëve të lartë akademik, të cilët në bashkëpunim me bizneset fituese. Mes pandeurve janë figura kyçe të Universitetit Bujqësor si administrator Edmond Tërthorja, si dhe 2 zëvendësë rektor, Romina Koto dhe Ilir Kapaj. Në proces hetimi përkatësisht u sekuestrua telefoni i rektorit Fatbardh Sallaku, megjithatë ai nuk rezultoi përfshirë në këtë dosje. Në shkurt të këtij viti, në kuadër të masave parandaluese, prokuroria urdhëroi 5 arrestime në burg, 10 arrestime në shtëpi dhe 9 masa detyrimi për paraqitje në prokurori ndaj të dyshuarve. Hetimet zbuluan se procedurat e tenderimit ishin të manipuluara që në përgatitje të dokumentacionit teknik dhe limitet financiare, duke krijuar avantazh për 3 kompani private, të cilat edhe fituan tenderit dhe ofertat e paracaktuara. Kjo skem parashikonte dhe ofertat fiktive nga koherent të tjerë, me qëllim rritjen artificiale të vlerës së tenderave. SPAK njofton se do të dorëzojë së shpejti dosjen penale në gjykatën e posaçme, ku të pandehurit do të përballen me akuza për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre. Ky rast thekson angazhimin e prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit në institucionet publike, veçanërisht në sektorin e arsimit, për të garantuar transparencë dhe lishmëri në prokurorimet publike.